Komentimi përsosur i Kuranit, Gjuzi 30, Sure El Mutaffifin, ajetet nga 18 deri te ajeti 28. Kella inna kitabal abrari lafi illiyin, wama adraka ma illiyun, kitabun marqum, yashhaduhu al-muqarrabun, innal abrara lafi na'im, على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. Ndërsa libri i Pundrejtëve me siguri që do t'jetë në Illijun, e kush do të ta shpjegoj ty se ç'është Illijun? Është një libër i shkruar. Atë e dëshmojnë të afërmit e Allahut. Me të vërtet Pundrejtët do të gjenden në xhenet, duke e shikuar nga divanet. Në fytyrat e tyre do të njohësh shkëlqimin e lumturisë. Atyre do t'u jepet të pinë mush të pastër të ruajtur mirë, fundi të cilit është myshku. Për këtë le të përpiqen ata që përpiqen. Dhe ai musht do të përzihet me ujin e tesnimit, nga burimi të cilit do të pinë më të afërmit e Allahut. Komentimi: të lartit në pritje të mirëve. Në ajetet e lartë përmendura u fol për librin e veprave dhe fatin e tyre, në këto ajete do të flitet për një grup tjetër përballë imoralëve që ndrojnë krenar të drejtët. Ajeti 18 thot se nuk është ashtu si mendojnë ata për ringjalljen, por libri i punëmirëve është në Illijin, ndërsa libri i Pundrejtëve me siguri që do të jetë në Illijun. Fjala Illijin është shumë si fjalës ili dhe ka kuptimin vend i lartë, të banuarit në një vend të lartë, pra persona që banojnë në një vend malor. Gjithashtu referohet edhe banorëve të malësisë dhe maleve, në këtë rast shumë si ti ka kuptimin vendi më i mirë në qiell. Këtë gjë e kanë komentuar edhe komentuesit. Disa komentues kanë thënë se citimi i këtij termi është për shkak të theksimit dhe ka kuptimin lartësi në lartësi. Disa komentues kanë thënë se fraza Kitabul Ebrar tregon emrin e librit të besimtarëve dhe të punëmirëve. Në këtë libër janë shkruar të gjitha veprat e tyre që tregon të gjitha punët e besimtarëve. Ky libër është në lartësi dhe pozitë shumë të lartë. Gjithashtu, ky grup emëror tregon se libri i veprave të tyre është mbi ta, në një vend shumë të shenjtë ose qëndron në pozitën më të lartë të xhenetit. Të gjitha këto janë shenja dhe tregojnë se pozita e tyre është jashtëzakonisht e lartë. Në një hadith lexojmë profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: fjala Illijin ka për qëllim 7 qiejt, të cilët qëndrojnë nën arshin e Allahut. Kjo fjali është kundërdhënie librit të veprave të fuxharëve, të cilët do të qëndrojnë në vendin më të ulët dhe më të shpifur të kateve të xhehenemit. Një tjetër komentim që i është bërë fjalës kitab ka kuptimin e të ardhmes dhe fatit të njeriut, si dhe gjykimit përfundimtar të krijuesit, i cili ka përcaktuar që punëmirët të qëndrojnë në lartësinë më të lartë të xhenetit. Po ashtu përmbledhja midis dy tefsireve është i mundur, që edhe libri i veprave të tyre të jetë i vendosur në një libër të vetëm, si dhe mbledhja atij libri qëndron mbi qiejt, ku në to reflekton urdhri i Allahut që vetë ata të qëndrojnë në stadin më të lartë të xhenetit. Më tej për të treguar rëndësinë dhe madhështinë e Illijin, thot e kush do të ta shpjegoj ty se ç'është Illijun. E gjithë kjo tregon se vendi dhe pozita e tij është shumë më e mirë se sa imagjinata, krahasimi, spekulimi dhe fantazia. Madje askush, as vet profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, nuk mund të shikojë madhështinë e tij. Mëtej vetë Kurani nisë dhe shpjegon edhe më shumë këtë fjalë është një libër i shkruar. Sipas një interpretimi, fjala Illijin ka kuptimin e një libri të përgjithshëm të veprave, por sipas një interpretimi tjetër, kuptimi i ajetit është: ky fat është i sigurt sepse Allahu atë e ka bërë shkallën më të lartë të vendbanimit dhe të xhenetit, për këtë shkak edhe grupi emëror Kitabun Marqum është sqarim për Kitabul Ebrar dhe jo për fjalën Illijin. Më tej shton se ky libër është libër mbi të cilin shikohen të afërmit ose ku ata dëshmojnë, atë e dëshmojnë të afërmit e Allahut. Një grup komentuesish fjalën Muqarrabun
Në këtë ajet e kanë komentuar me kuptimin e engjëjve të cilët janë të afërmit e Allahut. Këta engjëj që janë të pranishëm në shkrimin e fatit, janë të pranishëm në shkrimin e fatit të punëmirëve. Por në ajetin e mëposhtëm sqarohet fare mirë se muqarrabun të afërmit është një grup i veçantë i përzgjedhur për besimtarët, të cilët kanë një pozitë shumë të madhe. Ata janë vëzhguesit e kryerjes së veprave dhe po ashtu janë vëzhguesit e librit. Në ajetet 10-11 të surës El-Waqia, pas citimit të dy grupeve, Ashabul Meimene dhe Ashabul Mesh'eme, thot: ata që kanë prirë në besime që do të prinë edhe në xhennet, ata janë të afërtit tek Allahu. Në ajetin 89 të surës Nahl, lexojmë: ditën kur do të sjellim kundër çdo populli dëshmitar nga gjiri i tyre, ne do të sjellim ty Muhammed dëshmitar kundër këtyre. Ne ta zbritëm ty librin si shpjegim për çdo çështje, si udhërrëfyes, si mëshirë dhe si lajm të mirë për myslimanët. Mëtej në ajetin 22 të surës që po diskutojmë, flitet për një pjesë të shpërblimeve të mëdha të punëmirëve, të mirët që ndrojnë në mesin e bekimeve, ata i përjetojnë kënaqësitë, me të vërtet punë drejtë do të gjenden në xhennet. Kuptimi i kryesor i fjalës en-naim, sipas thënies së Ragibit në librin Mufradat, është një bekim i madh. Në këtë rast është arsyetim dhe argument për një gjë shumë të madhe. Ata janë plot mirësi dhe plot bereqet, sa që nuk mund ta shpjegojmë. Ky interpretim i plot dhe i përgjithshëm tregon për të gjitha dhuratat materiale dhe shpirtërore të xhennetit. Pas kësaj është folur për disa nga ato mirësi dhe bereqete, ata janë mbështetur në koltukët e bukur të xhennetit, duke vështruar bukuritë e tij. Duke shikuar nga divanet. Fjala el-araik është shumë si fjalës erike, që ka kuptimin koltuk të bukur mbretëror ose koltuk me plot shkëlqime bukuri që vendosen në përfrone. Në këtë rast flitet për koltuk shumë të bukur të xhennetit, ku në to janë mbështetur dhe ulur punëmirët. Disa besojnë se origjina e kësaj fjale vjen nga gjuha perse. Fjala urkun ka kuptimin kështjellë mbretërore. Kjo fjali gjithashtu ka kuptimin e një kështjelle e cila është brenda qytetit, sepse kështjellat brenda qytetit janë vetëm për mbretërit, ndaj edhe i është referuar kësaj fjale. Disa të tjerë janë të mendimit se fjala eraik është njëjës dhe vjen nga fjala perse erak ose eraik, që ka kuptimin koltuk i mbretit. Gjithashtu, ky term është etiketuar edhe me kuptimin e kryeqytetit, ndaj dhe qyteti i Irakut është quajtur i tillë sepse është marrë nga fjala Irak. Thuhet se fjala eraik ka edhe kuptimin e fjalës koltuk dhe të fjalës mbretëri në qytet. Disa dietarë të gjuhës arabe e rrënjën e kësaj fjale konsiderojnë arabe dhe besojnë se fjala vjen nga rrënja Erak, që është emri një pemë të njohur me të cilën ndërtonin koltuk, streh e të tjerë. Por në Kuranin e shenjtë, fjala Erak është përdorur me kuptimin e koltukve ose froneve të bukura, frone që përdoren nga pronarë që kanë bekim dhe pushtet. Sa i përket përdorimit të termit yanzurun, shikojnë, e cila nuk shprehet qartë se çfarë shikojnë ata, në mënyrë që të ketë një kuptim sa më të gjerë dhe të përgjithshëm, po, ata me mirësinë e Zotit shikojnë, ata shikojnë nga mirësia e Allahut, ata shikojnë bukuritë e pashembullta të tij si bekime të xhennetit. Në këtë rast, të parët është dhurata më e madhe e njerëzit, sepse një ndër gjërat më të rëndësishme të kënaqësive të njerëzit është kënaqësia e të parit. Më poshtë shton se në fytyrat e tyre mund të shikohet freskia dhe kënaqësia e mirësisë, në fytyrat e tyre do të njohësh shkëlqimin e lumturisë. Në këtë rast ajeti tregon gëzimin, kënaqësinë dhe lumturinë që vërehet në fytyrat e tyre. Gjithçka është e dukshme në fytyrat e tyre dhe nuk ka vend për pyetje. Te Xhehenem lind është e kundërta. Nëse vështrojmë, fytyrat e tyre nuk shikohet tjetër përveç hidhërimit, dhimbjes, trishtimit dhe fatkeqësisë. Të gjitha këto janë të dukshme në fytyrat e tyre. Për sa i përket fjalës nadhratun, sikurse është cituar edhe më parë, ka kuptimin e freskisë dhe të fuqisë e cila vihet re në fytyrat e të pasurve. Pasi flet për bukurinë dhe mirësinë e të parit si dhe për kënaqësinë dhe fuqinë, kthehet te një tjetër bekim i cili është të pirët, atyre do t'u jepet për të pirë nga enë të mbyllura, atyre do t'u jepet të pinë mushë të pastër të ruajtur mirë. Pija e atjeshme është e freskët dhe plot bekime, nuk është si pijet e këtushme të cilat janë të përziera me mëkatin, budallallëkun dhe dehjen e keqe. E kundërta është me pije në xhennet, ajo të sjell kënaqësi dhe dashuri. Shumica e komentuesve të tefsirëve fjalën rahik e kanë marrë me kuptimin e pijes së pastër të papërzier, pije që në vetvete nuk përmban asnjë lloj papastërtie. Fjala mehtum në gjuhën e sotme perse është zëvendësuar me fjalën derbeste, kok apo derë mbyllur.
e vulosur. Kjo tregon se ajo është e pastër dhe e paprekur nga askush. Përveç kësaj, përdorimi një ene të tillë tregon respektimin e mikut, pra është ene mbyllur dhe e vulosur dhe vula e tij mund të hiqet nga vetë miku. Mëtej shton se kësaj pijeje i vjen era misk, fundi të cilit është myshku. Për këtë, le të përpiqen ata që përpiqen. Khitamuhu misk. Këto enë nuk janë si enët që i përdorim ne në këtë botë, që kur bëjmë t'i hapim duart na bëhen pis. Pra pija e xhenetit nuk është e tillë, kur e hapim jo vetëm duart tona aromatizohen, por i gjithë mjedisi. Disa të tjerë thonë se qëllimi i përdorimit të kësaj fjale është të tregojë se kur përfundon së piri pijen, nga goja e njeriut vjen ere këndshme misku, e kundërta e pijeve alkolike të cilat janë të ndyta dhe kur i pi goja të hidhrohet e të merr aromë të keqe. Por duke pasur parasysh interpretimin që i është bërë ajetit të mëparshëm, ky komentim është i pamundur. Pasi citohen cilësitë e pijeve të freskëta të xhenetit, thuhet se për këtë mirësi të xhenetit dhe veçanërisht ndaj kësaj pije të pastër njerëzit vihen në konkurrencë se kush do dali pari për ta pirë. Një nga komentuesit e mëdhenj si Tabrisi në tefsirin e tij Mejmu'ul Bayan thotë se fjala tanafus ka kuptimin e shpresës dhe përpjekjes së dy personave që dëshirojnë që diçka të mirë ta bëjnë pjesë të tyre. Ndërsa në tefsirin Mejmu'ul Bahrain thuhet se fjala tanafus ka kuptimin e konkurrencës së drejtë. Raghibi në librin e tij Mufredat thotë se fjala munafasa ka kuptimin e përpjekjes së njeriu për të qenë i ngjashëm me njerëzit më të mirë. Gjithashtu tregon bashkimin e njeriu me të tjerët, por pa u bërë dëm atyre. Në të vërtetë, ky ajet ka ngjashmëri me ajetin 21 të sures El Hadid, prandaj rrekuni me njëri tjetrin duke kërkuar falje prej Zotit tuaj dhe një kopsht të gjerë sa qielli dhe toka. Në ajetin 133 të sures Ali Imran thuhet: nxitoni drejt faljes së gjunaheve nga Zoti juaj dhe xhenetit, hapësira e të cilit është sa qiejt e toka. Megjithatë, interpretimi që është bërë në këtë ajet është i mrekullueshëm që bëhet për të nxitur njerëzit që të grumbullojnë sa më tepër mirësi nëpërmjet besimit dhe veprave të tyre. Kurani i Shenjtë flet shumë qartë për këtë punësi dhe e pasqyron atë në mënyrën më të rregullt. Kur arrin në fund të mirësisë për të cilën u cituan një sër ajetesh, thotë se kjo pije e pastër është e përzier me tesnim. Pije më e mirë është po ai burim në cilin do të pinë më të afërmit. Dhe ai musht do të përzihet me ujin e tesnimit, nga burimi të cilit do të pinë më të afërmit e Allahut. Nga këto ajete kuptohet se fjala tesnim tregon pijen më të mirë e më të pastër të xhenetit, të cilën do ta pinë të afërmit e Allahut, ndërsa për disa nga punëmirët e të devotshmit, një pjesë të pijes do të përzihet me rahikul makhtum. Rahikul makhtum është një lloj tjetër nga pijet e pastra të xhenetit. Ka disa mendime nga komentuesit e Kuranit se përse kjo pije apo ky burim quhet tesnim. Disa janë të mendimit se është quajtur tesnim sepse ka kuptimin e burimit që vjen nga lart poshtë. Disa mendimtar të tjerë janë të mendimit se ky burim është i veçantë dhe qëndron në katet e larta të xhenetit, ndërsa disa të tjerë thanë se është pije e xhenetit e cila zbret poshtë. Në të vërtetë pijet e xhenetit janë të shumëllojta, disa burojnë nga lumenjt dhe janë cituar në ajete të ndryshme të Kuranit ja për shkrimit xhenetit, që u premtohet të përkushtuarve ndaj Allahut, një vend ku ka lumenj me ujë të pandotur, lumenj qumshti me shije të pandryshuar, lumenj vere me shije të këndshme për ata që e pinë dhe lumenj prej mjaltit të kulluar. Ata do të kenë aty lloj-lloj frutash dhe falje prej Zotit të tyre. A mund të krahasohet ky shembull me xhehenemin, ku gjunahqarët do të qëndrojnë për herë në zjarr dhe do t'u jepet ujë i valuar që u acopton zorrët. Disa janë të mbyllura dhe të vulosura në enë, sikurse u tha në ajetin e mësipërm. Është e rëndësishme të theksojmë se ajo është një pije që vjen nga qiejt e lartë të xhenetit, pra buron nga lart. Kjo pije quhet tesnim. Këtë pije nuk e arrin asnjë nga pijet e tjera të xhenetit. Natyrisht, ndikimin që ka për shpirtrat e xhenetlinjve është ai më i miri dhe më tërheqësi, e cila nuk mund të shpjegohet. Këtë të vërtetë duhet ta përsërisim edhe një herë tjetër, sepse të gjitha këto janë frymë që shikohen nga larg, sepse përshkrimi i mirësive të paritshme të xhenetit nuk mund të bëhen me asnjë kalem apo gjuhë. Sikurse e thot vetë Kurani i Shenjtë, askush nuk di se çfarë gëzimesh janë fshehur për ata në jetën tjetër, si shpërblim për punët e mira që kanë bërë. Hulumtim.
Në ajetet e Kuranit të Shenjtë është cituar shumë herë për fjalën ebrar, punëmirët të devotshmit dhe për fjalën mukarrabun, më të afërmit me Allahun. Gjithashtu është folur edhe për pozitën dhe shpërblimet e mëdha të tyre. Në ajetin 193 të surës Ali Imran lexojmë se ulul albab, pronarët e ideve të forta bëjnë kërkesë që fundi i jetës së tyre të jetë me ebrarët dhe përmirët të devotshmit, ndërsa në ajetet e surës El Insan janë cituar shpërblime të rëndësishme për ta. Sigurisht, të ndershmit besimtar do të pinë në xhenet kupa me pije të përzierë me kafur, nga burimi që vetëm robët e Allahut pinë dhe të cilin mund ta çojnë nga të duan. Ata e zbatojnë premtimin dhe i friksohen ditës së Kiametit, tmerrjes së cilës përhapet gjithkund. Ata i ushqejnë të varfrit, jetimet dhe të zënët të rob, edhe pse vet janë nevojtar, duke thënë: ne ju ushqejmë vetëm për hir të Zotit, për këtë nuk duam shpërblim e as falënderim. Ne i friksohemi Zotit ton në një ditë të ashpër që do t'i bëj fytyrat të jenë të vrenjtura. Por Allahu do t'i ruaj ata nga tmerret e asaj dite, e do t'u jap shkëlqim dhe gëzim dhe për durimin e tyre ai do t'i shpërblej me xhenet dhe petka të mëndafshta. Të mbështetur në divana ata nuk do të kenë as vap dhe as të ftohtë. Hija e pemëve të tij, të xhenetit, është afër mbi kokat e tyre, ndërsa frutat e tyre do t'i kenë afër sa t'i arrijnë me dorë. Aty do të shërbehet me enë të argjenta dhe kupa kristali, kupa të tej dukshme argjendi, madhësinë e të cilave do ta zgjedhin sipas dëshirës. Aty do të pinë gota me pije të përzierë me xhenxhefil, prej një burimi të quajtur selsebil. Atyre do të shërbejnë djem për herë të rinj, që kur i shikon të duken si margaritar të shpërndar. Nga do që të hedhësh syt, do të shohësh lumni dhe një mbretëri të madhe. Ata do të jenë të veshur me petka të holla, mëndafshi të gjelbër dhe me armaç mëndafshi të trash, të storisur me byzylyk të argjend. Zoti i tyre do t'u jap të pinë pije të pastër. Ky do të jetë me të vërtetë shpërblimi juaj, përpjekjet tuaja do të jenë të pranuara. Po ashtu në surën El Infitar ajeti 13, si dhe në ajetin që po diskutojmë tani, të surja Mutaffifin, janë përmendur vazhdimisht mirësitë dhe përkëdheljet hyjnore në lidhje me ta. Fjala El Ebraru, vepërmirët, sikurse e cituam edhe më lart të shumë si fjalës barru, pra vepërmirët janë ata që kanë shpirt të gjerë të lartë, si dhe e besime vepra të mira, ndërsa fjala muqarrabun tregon afrimitetin dhe pozitën tek Allahu. Midis këtyre të dyve ekziston e përgjithshmja dhe e veçanta absolute që do thotë se të gjithë të afërmit muqarrabun janë nga el ebrar, vepërmirët, por jo të gjithë el ebrar, vepërmirët që ndrojnë në vendin e të afërmve të Allahut muqarrabunve. Në një hadith nga Imam Hasan Mujteba, paqja e Zotit qoftë mbi të, lexojmë: kudo që në Kuranin e Shenjtë shikon fjalën ebrar, vepërmir, ju betohem në Zot se fjala është për Ali ibn Abu Talibin, Fatimen, mua, Hasanin dhe Hysejnin. Pa dyshim që 50 lirët, ato 5 drita të shenjta, janë shembulli më i qartë dhe më i afërm për fjalët ebrar dhe muqarrabun. Edhe në komentimin e surës El Insan është thënë kjo sure flet për Ali ibn Abu Talibin, Fatimen, Hasanin dhe Husejnin, paqja e Zotit qoftë mbi ta. Në 18 ajete flitet për cilësitë e tyre, edhe pse zbritja e ajeteve nuk është pengesë për përgjithësimin dhe përhapjen e kuptimit të ajeteve. Nga ajetet e ndryshme të Kuranit të Shenjtë kuptohet më së miri se në xhenet ka lloje të ndryshme pijesh të pastra, me emra dhe me cilësi të ndryshme. Këto pije nga cila do anë që të merren janë të ndryshme nga pijet e kësaj bote. Pijet e kësaj bote mendjen e njeriu të lën më njan, e budallallepsin njeriun, bëhen shkak i gjakmarrjes, shtojnë gjakterdhjen dhe korrupsionin, janë të shpifura në aromë dhe në shije. Pijet e xhenetit bëjnë që mendja e njeriu të jetë e gëzuar, shton dashurinë, kanë aromë të këndshme dhe janë të freskëta e të pastra. Personat që pinë nga ato pije shkojnë në ekstazë shpirtërore të papërshkruar. Dy prej tyre janë cituar në këtë sure, Rahikul Makhtum dhe Tesnim, ndërsa llojet e tjera janë cituar në surën El Insan dhe në suret e tjera të Kuranit të Shenjtë, secilën prej tyre e kemi përshkruar më parë. Është për t'u habitur se si në hadithe të ndryshme është cituar fakti se këto pije të xhenetit janë shpërblimi atyre që kanë hequr dorë nga pijet alkolike të kësaj bote. Pijet e xhenetit e shuajnë etjen e të eturve dhe shuajnë zjarrin e hidhërimit e të trishtimit në zemrat e besimtarve. Profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, thot Aliut, paqja e Zotit qoftë mbi të: o Ali, ai që për hir të Allahut heq dorë nga pijet alkolike, Allahu i madhëruar do t'ia shuaj etjen atij me ujë xheneti, ujë që është i vulosur. Pra Allahu e shpërblen atë jo me çfarëdo lloj uji, por e thekson me ujë të vulosur.
Po ashtu në një tjetër hadith nga profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, thuhet: edhe nëse heqin dorë nga pjetë alkolike dhe nuk e bëjnë për hir të Allahut, përsëri Allahu mëshirëplot u jep atyre të pinë nga uji i xhenetit. Më pas Aliu, paqja e Zotit qoftë mbi të, e pyet: o Resulullah, edhe për ata që nuk e pinë për hir të Allahut? Profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij, u përgjigj: po, nëse dikush për të ruajtur shpirtin e tij heq dorë nga pjetë alkolike të kësaj bote, Allahu ja shuan etjen atij nga pija e Rahikul Makhtum, po ky grup që e lë pijen për të ruajtur shëndetin e tij është nga ulul elbab, të zotët e mendjes, sikurse thuhet edhe në ajetin 193 të surës Ali Imran. Ulul elbab, të zotët e mendjes, janë afër të mirëve dhe do të shijojnë pijet e pastra të xhenetit. Në një hadith të transmetuar nga Ali ibn Husein, paqja e Zotit qoftë mbi të, thuhet: nëse dikush shuan etjen e një besimtari, Allahu i shuan atij etjen nga uji Rahikul Makhtum. Në një tjetër hadith thuhet: ai që në ditët e nxehta të verës mban agjërim, në ditën e Kiametit, Allahu do t'ia shuajë etjen me Rahikul Makhtum.